tash pe kanë pak ma letë, kanë punu babat e tëne për ta. Babe, nane, grue, këtë jo 10 milion edhe me shku në Gërbet. Efte rrugën e parë 1800 frange kom morë. A ka pas Spanjol, a ka pas Italian, a ka pas Sërb, po konë firme madhe. Po unë e kom punu edhe jashtë, po tash jam pensioner, më duket shumë mirë. Qysha konë unë në vite 80 kom shku në Zvicër. A ke lëshu Zvicër me? Po tash i penzi jam. Sa vite ke qëndru jashtë në Zvicër? Kom qëndru për rreth 20 diçka vite. Se shkuva? Po atëherë kushtet janë konën shumë trona të zërshme. E ku shkuve në Zvicra, po të latë, ato fillimet e tua? Po jo, se o konën edhe jeka këtu ma modhe, me toke, me gjane, me pune. Valla, këto dit nuk pedojnë që të punë që këta tritë si dëmas. Unë e shë plët prenda ashta që kujdesen për dele, për lë, po fëmija aty në jo, pëse? Jo shkojnë Gurbet. Pse tash pe kanë pak ma letë, kanë punu babat e tëne për ta. Mo që kjo generata e mas luftës o shumë ma nuk pedon punën. Ma nuk pedon. Pe preferojnë Gurbetën. Po Gërbeti nuk është shumë i mirë edhe i letë nuk është. Po ko gjë i ranë është. Po pejzorit me dije. E në të pak Zvicra që është? Sa janë mundësit për me u punësu? Zvicra është e rregullune, është e mirë, punën që ta respekton, do me thonë ai punë dhanësi, me drejtat plota, me sigurim, me kejt i kije. E, që këtë punu në Zvicër? Në rrugë, shtrasën bau. A konë letë, a vështire? Jo, nuk o konë fort Ke letë. punu me shqiptar, apo të huaj? A me shqiptar, a me të hujke? Po me shqiptare, me të hujte, a ka pas Spanjol, a ka pas Italian, a ka pas Sërb, a ka pas shqiptare. Po ma shumë kemi qenë shqiptare. Dhe Sërb pas ka pas, a krejt? Po konë firme madhe. E shefin a ke pas të huja shqiptar? Ja, shefi, o konë në Zvicran. Me shqiptar ma mirë se Përzia, a? Ja, unë e vite 80 që kom shkue, o konë në Zvicran. Cili është momenti maj vështirë për ty? Cili ka qenë? Po momenti maj vështiri o konën për muë, shemëll me milon familjen e me shkue, po babe, nane, grue, këtë jo 10 milion edhe me shku në Gërbet. E qka i the vetës? Po i thash vetit që duhet me punu mi majt këta tjertë. Atëherë nuk ka pas, kërka rrugë me morë, jo së kur ta shemëll i ban 65 vjetë, unë pleqë të mi kanë deke, kanë shkue pa morë për shtetit. Kur gjanë. E qka arrite mja dalë prej Gurbetet? Po tana, ja ku ma rritën me shpia, me pasunim, me të marrën e kanë pas, familja s'kanë vujtë për kur gjanë. Sa ka shpaga minimale atje? Po tash nuk e di, veç unë kur kom shku sefte rrugën e parë 1800 frange kom morë. Ka ku të rejten që ka pune më rrugë parë kur e more? Po u gëzova fort që me ju qute shpia, me gëzu familjen. Me gëzu familjen, rrugën e parë dhe me tonë shve. Po dhe fort mirë mu tokë. Se që ato 1800 franga, këto kur suni të bëjke njeri. Dhe është përna shta shumë mujë për me mrej? Po shumë mujë pa pune. E a me ndërë që dhe këtu për po ka punë, po zxedhen? Që ta është i ka punë sa dushë edhe këtu, bile edhe kushtet ma të leta janë se ati. Qmimet që shpesh? Qmimet janë të shtrajta, qmimet janë, për të marrën e të këtuit, janë shumë të shtrajta. Pasë dhe rrogat edhe, si jashtë? Ma adin me rrogat këtuit e me... Sa e kështë gute, sa kështë ishtë me bu pagën minimale në vendin tonë? Po paga minimale për në Kosovë, unë e kishë nga thonë 1000 euro me konë.
Nërnimi kërqysh. Hiç nërnimi nuk ish na thonë. Faleminderit shumë për Hajde, kohën. kalofshi mirë edhe ju. Se çka i mësoj ati jeta në Borg, do ta shohim tani. Këtu e kena Skënderbeun. Isha në burg të Zenicës, pasi që kam qenë i dënuar 5 vjet. Kjo do të thotë përmes djegjes ti me kriju art me ballë. Unë nuk jam i shtrenjtë, shkon 20, 30, 50 herë portreti, di mbar prej masisë. Përshëndetje, miqtë nga ona Adea. Sot ndodhëm këtu në Ferizaj, ku kom ardhur me taku Xhemal Ismanin, i cili mirret me artin e pirografisë. Se çka i mësoj ati jeta në Borg, do ta shohim tani. Qëndroni me ne. Zotri Xhemal, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë si ju gjetëm. A je lodh? Jo, më çfarë kjo është pushim për mua, kështu përgjithësi qetësinë e gjaj kur jam pranë pirografit dhe një drase të cilën veç Më thonë gjeni qetësinë shpirtërore, paqen të gjitha. Gjithat i kam në kur punoj faktikisht. Po çka i të punun, se po më vjen shumë interesant kur po në shoh. Kjo është një vizatim, një vajzë më qadër, një vizatim i lirë, po do të shofsh në fund që veç Këtu ndodhemi në Ferizaj, po, brenda në dhomën ku zakonisht ndonjë motiv që e gjaj për me vizatu, ky lloj arti quhet pirografi apo arti përmes djegjes. Na trego pak si nise nga lindi ideja që të mirësh me pirografi. Ideja zakonisht punë të mira nga ati fillojnë në kohë të këqija. Isha në burg të Zenicës, pasi që kam qenë i dënuar 5 vjet e 4 diçka i kam bajt. Pirografi, tapiseri, e ne zgjodhem me shok pirografi, më duk si ma atraktive, ma diçka. Do të thotë përmes djegjes ti me kriju art me ballë. Për një copës droni do të thotë ti me bë një çadru pak më të blefshëm se sa është. Mirë pa ajo kohë ka qenë thash, ajo kohë ka qenë shumë e keqe që nuk s'kemi bë mend që do të vinje, ne do ta përdori si shkurt arte, do të fitoj me ta, po do të po ja që erdhe edhe kjo kohë erdhë ku unë veç e ndi vetën diçka të shkurt të relaksuar kur jam në këtë dhomë. Na trego pak si ishte koha gjatë qëndrimit të në Borg. Sa ka qenë e vështirë për ty? Po, e vështirë ka qenë shumë, se ka qenë një kohë e pa kohë. Viti 85, në